Nuk jemi këtu për të mohuar drejtësinë, përkundrazi, jemi këtu për ta kërkuar drejtësinë. Nuk jemi për të kundërshtuar ligjin, por për të kujtuar botës se ligji duhet të jetë i barabartë për të gjithë. Nuk jemi për përplasje, po për të thënë me zë të lartë se historia nuk guxon të shtrembërohet, se lufta jonë e drejtë nuk guxon të baltoset. Ne kërkojmë që gjykimi të jetë i ndershëm, transparent, i bazuar në fakte e jo në gënjeshtrat serbo-ruse. Të mos ketë standarde të dyfishta, ku kriminalet e vërtet mbeten të lirë, ndërsa çlirimtarët mbahen në përqeli. Kërkojmë drejtësi, jo hakmarrje. Motra dhe vëllezër, sot këtu në këtë shesh, me zë të lartë themi diçka shumë të qartë. UÇK nuk ishte vetëm një ushtri. UÇK është zemra e kombit, është nderi ynë, krenaria jonë, historia jonë. Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s Këto 3 shkronja të arta të UÇK-s janë gdhendur në shpirtin e çdo shqiptari. Nuk i fshin askush, nuk mund t'i njollos askush dhe nuk i ul askush. UÇK-ja nuk lindi nga urrëtia, por lindi nga nevoja për mbijetesë. Të nderuar të pranishëm, ne jemi pasardhësit e një fisi që nuk është thyer kurrë, të Skënderbeut, Ismail Qemalit, Isa Boletinit, Adem Jasharit, Luan Aradinaj, Ismet Jashari dhe qindra e mira të tjerë që e mbajtën kombin gjallë, me gjakun dhe shpirtin e tyre. Kemi kaluar në përdhimbje, pa drejtësi dhe errësirë, por asnjëherë nuk kemi dërzuar. Dhe sa herë është dashur, kemi luftuar për identitetin tonë. Sa herë që ka qenë nevoja, ne kemi vdekur për njëri tjetrin dhe te njëri tjetri. Pa jemi një komb, kemi një gjumë, kemi një flamur dhe asgjë nuk mund të na ndajë. Dhe sot, nga zemra ime që mban plagët e luftës, po jo them me gjithë fuqinë time, liria nuk gjykohet. Lufta jonë ka qenë e drejtë, komandantët tanë meritojnë drejtësi e jo pa drejtësi. Dhe të gjithë së bashku, le ta kujtojmë atyre që guxojnë ta fyejnë UÇK-n. UÇK-ja nuk është një emër për të sharë. UÇK-ja është gjaku ynë, sakrifica jonë, historia jonë. UÇK! 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 Të nderuar qytetarë, ne duke mbrojtur të kaluarën, duhet të ndërtojmë edhe të ardhmen. Ne duam Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut shtete të forta, të zhvilluara ekonomikisht. Shtete ku rinia nuk ikën, por ndërton. Ne duam shtete moderne, me institucione të forta, të integruara në NATO dhe në Bashkimin Evropian, të bashkuar rreth vizionit të një kombi të lirë, dinjitos dhe të fuqishëm. Lavdi UÇK-s, lavdi dëshmorëve të kombit, drejtësi për komandantët tanë. Faleminderit. UÇK! UÇK!